Ebu Hurejre radiallahu anhu transmeton fjalët e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka treguar mbi vlerën e agjerimit duke thënë: Allahu i madhëruar thot: çdo vepër i takon birit të Ademit, pos agjerimit. Ai është i imi dhe unë për të shpërblej posaçërisht. Agjerimi është mburojë. Kur dikush prej jush agjeron, nuk duhet të flas fjalë të liga, e as të grindet. Ndërsa nëse dikush e fyen ose fillon grindje, ai duhet të thotë: vërtet jam duke agjeruar. Pasha atë në dorën e cilit është shpirti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se era e gojës së agjeruesit te Allahu është më e pëlqyer se aroma e miskut. Agjeruesi i ka dy gëzime të cilave u gëzohet. Kur të hajë në iftar i gëzohet iftarit të tij, dhe kur ta takoj Zotin e vet i gëzohet agjerimit të tij. I dashur vëlla dhe e nderuar motër, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, mos e privo veten nga mirësitë e agjerimit. Agjerimi është i dobishëm për besimtarin në jetën e kësaj bote, por mbi të gjitha është më i dobishëm kur ta takojmë Zotin ton në ditën e gjykimit.